E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellë lajmet më të fundit pranë jush. Tani do të shkojmë me një lajm shumë të bukur. Një bebi i ri na ka ardhur në jetë dhe këtë herë nga një ish banore e Big Brother VIP Albania, por në atë kohë Big Brother Albania. Ju e keni dashur shumë, ajo në Big Brotherin e saj u shndrua në një fenomen, të gjithë komentonin për të gjithë flisnin për të, ishte një vajzë që vinte nga një kulturë patriarkale, do ta quaj, një vajzë e cila tregoi që ishte shumë të vështirë të dilte publikisht, të ndiqte ëndrrën e saj, por ajo përsëri u kthye në kulturën patriarkale dhe ajo imazhin e saj nuk e humbi edhe duke qenë pjesë e TikTokut. Do flasim pikërisht për Genta Gjalpin. Genta ish banore e Big Brotherit, ditën e sotme është bërë nënt për herë të parë. Lajmin e bukur e ka ndarë vetë ajo në rrjetet sociale ku publikoi një foto nga spitali së bashku me partnerin e saj Arbrin dhe vogëlushin e posalindur. Në mbishkrimin e fotos, Genta shkruan se Joani erdhi pak më herët se pritshmërit, por i mbushur me shumë dashuri, duke falenderuar partnerin. Love you zemra ime Arbri, shoqëruar me një zemër blu. Urime të shumta i kanë ardhur Gentës nga ndjekësit e saj, por edhe nga familjarët të cilët kanë ndarë momente me të voglin në spital, por duke mos iu zbuluar portreti sepse normalisht besojnë te fakti që fëmia merret në sysh. Genta e dashur, ti na the që nuk do të ketë Big Brother, por Big Brother do të ketë, por gjithsesi unë të uroj që fëmia jote të vi mirë e shëndosh, të jetë i lumtur edhe i gëzuar dhe të ketë vetëm ardhmëri të bukur.